Fjalët më të mira, të vërteta dhe të sinqerta janë fjalët e Allahut, të cilat gjenden në librin e tij famullar Kur'anin. E udhëzimi më i mirë, rruga më e mirë është e profetit ton Muhamedit alayhis salam. E gjërat më të këqija, më të kota të sherrit dhe të gabuara janë risit, bidatet, të cilat çojnë në humbje, e më pastaj humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga i na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, Allahu subhanahu wa ta'ala është krijuesi i gjithësisë. Ai krijon çka të don dhe zgjedh prej krijesave cilën ai e don. Zgjedh melek dhe i obligon ato me obligime të ndryshme. Prej njerëzve zgjedh profet, ashtu edhe prej muajve zgjedh ca muaj dhe i jep vlerë të madhe. Po edhe prej vendeve zgjedh Allahu xhelleshanu vende dhe ato i titullon si vende të shenjta, ku edhe ati është shpërblimi shumë i madh, më i madh se në vende tjera. Por prej atyre Allahu xhelleshanu ka caktuar dhe ka dalluar, ka zgjedhur edhe do çaste prej çasteve të ditës, po ashtu edhe ditë ka zgjedh Allahu xhelleshanu prej muajve, ashtu si ka zgjedh edhe muaj prej muajve tjera të vitit. Prej atyre muajve që Allahu, prej atyre ditëve që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dalluar dhe në Kur'an i ka përmendur, janë 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe. Ne vëllezër sot jemi në 28, një muaj para këtij e ka emrin Dhulqa'da, apo i thonë Dhulqa'da. Ky muaj i ka 30 ditë, e pastaj prej të hënën hinë 10 ditët e muajit Dhulhijhe. Janë ditët më të mira, më të dashura, më të ngritura tek Allahu, dhe ashtu veprat në të cilat krijen në 10 ditët e para të këtij muaji janë më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. A e shikoni vëllezër Allahu xhelleshanuhu si i bën këtë çështje që ditët të jenë depot e veprave të robëve të Allahut xhelleshanu, ku në atë ditë robi i Allahut besimtari përpiqet ta jep maksimumin. Pse? Për arsye se ai e din se atë ditë veprat e mira janë më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dihet, veprën e mirë don Allahu xhelleshanu më së shumti, por në 10 ditët e para veprat e mira Allahu xhelleshanu e don më shumë se në ditët tjera. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Ma min ayamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر." Nuk ka ditë, thot Muhamedi alayhis salam, që veprat janë më të dashura tek Allahu xhelleshanuhu se sa ato veprat të cilat krijen në 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, ku fillon prej ditës së hënë. Ato 10 ditët janë veprat, në ato ditët veprat të cilat krijen Allahu subhanahu wa ta'ala i don më së shumti. Mu për këtë Allahu xhelleshanu na thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Nxitoni, thot Allahu xhelleshanu, që të arrini faljen, maghfiretin e Allahu xhelleshanu. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin", dhe garoni për me hitë xheneti Allahut subhanahu wa ta'ala, që gjerësia e tij është më shumë se sa ajo e qiellrave edhe tokës. Këto e ka përgatitur Allahu për robët e tij të cilët janë të devotshëm. Po vëllezër, ditët dhe netët shkojnë. Dinja se edhe ne harxhohemi me to. Edhe neve na kalon jeta, paksohen ditët e jetës son. Prandaj ne i tëri sicili prej nesh është ditë. Ne në realitet jemi ditë, edhe pse e shehti veten tonë figurë, mërfrim, ki shpirt, e kështu me radhë, dëshira, ambicje, për të jetën kohë e ditë. Kur kalojnë ditët, kalon një pjesë e jotja. Prandaj Muhamedi alayhis salam tregon me një hadith, i cili është hadith madhështor. Dhe këtë hadith vëllezër, kush e di sa herë me ndëgju, për herë ke dëshirë edhe mo me ndëgju. Thot Muhamedi alayhis salam: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala عن عمره فيما أفنى وعن ماله فيما عمل وعن علمه فيما عمل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق
wa an jismihi fima abla. Thot Muhamedi a.s. ditën e gjykimit, tokën e mahsherit, kur dhe të qëndrojmë, nuk mund dhe thot askush një hap me e bo para, pa u pit për këto 4 pitje. Jetën ku e ke harxhu? Me ditunin çka ke bo? A ke pas dituni? A ke pas ilm? A i ke mësu njerëzit diçka të mira, jo? Pasuria ke pas, po, si e ke fitu? E kom fitu me halal, ku e ke harxhu? Edhe trupin, shëndetin, fuqin, energjin tonë dhe ku e ke dhonë, edhe ato ku e ke harxhu. Prandaj Allahu Gjelleshanu në thot në Kur'an, elhakumu at-takathur, ju lodhi juve, ju raskapiti, ju boni edhe të smuar, kush? Ajo me bo edhe ma tepër. Elhakumu at-takathur, ju që jeni të lodhër dhe të raskapitur, fizikisht dhe psikikisht, thot Allahu, ju ka lodh dynjoja, ju ka lodh ajo që të bëj ma tepër se filani, e ajo të lodhen, ditën nuk le me pushu, natën nuk le me flet se donë me bo ma tepër. E deri kur këshu ja rab, hatta zurtumul maqabir, deri sa ti vizitoni vorezat, thot Allahu. Çka ti vizitoni vorezat? Kur dështriesh ati mrenda atëherë zonë me lekët, kush o zoti jot? Pra ne që që vlezër Allahu si e fillon këtë sure, elhakumu at-takathur, ju lodhi, ju raskapiti, ju boni lëm, ju smujti, kush? Takathur, ajo me bo ma tepër, pasuri ma tepër, kerin ma të mirë, teshat ma të mira du t'i ble, pushimin dhe qka jetë ku nuk ka shku askush, telefonin ma të mirë dhe t'a ble, tipit ma të ri, e kështu me radhe, Allah thot, elhakumu, ju ka lodhë, që këta ju lodhin, thot Allahu Gjeleshanu, vazhdoni, deri kështu, hatta zurtumul maqabir, deri sa të vini të varezat, e ati që ju varosin, tuaj gjuj një kubik e gjithë mbi, e atëherë të ecin të lojnë vetë ti me veprat e tua, kush o zotit, kush o feja ite, kush o profeti jot, qka ke thonë për Kuranin, e kështu me radhë, këto Allahu Gjelleshanuhu në të regon shqyqion fillim elhakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. E Muhamedi a.s. thot, la te zulu, qadema abdin jom el qiyameti hatta yus'al an umrihi fima afna. Hadithin që e thash pak më herët, duhet vlezër për këto piqe me u përgadit. Nuk ka rrugdalje, vetëm se Allahu Gjelleshanu do të na merë në piqe. Lejse bejnehu, thot Muhamedi a.s. ma min ahadin minkum, illa wa se ju kellimuhu rabbuhu, lejse bejnehu wa bejnehu tërgjuman. Ska, thot Muhamedi a.s. qajre, suni ke askush, pa bisedu, pa u taku me Allahun Gjelleshanu. Nuk ka mes ti dhe Allahut Gjelleshanu për këthis. Një dit i tha Muhamedi a.s. shokve të ti, gjeddidu imanekum, o shok, o sahabe, për trinja imanin, për trinja besimin tuj. Kalu ja Resul Allah, o kajfe nu gjeddidu imanena. Tha si, i thanë sahabet, o i dërguari Allahut, si ta përtrim imanin, besimin tonë, si ta bëjmë të freskët, ta bëjmë frish, eksiru min kauli la ilahe illallah. Atëri thanë shokët Muhamedit a.s. si, tha pejgamberi a.s. sa ma shpesh thoni la ilahe illallah. Vallahi kjo fjala la ilahe illallah, që sot ndoshta nuk e përmendin muslimant shumë, ku janë me vetdije, ku janë të aftë, ku janë të shëndosh, edhe harajnë këtë fjalë, nëse cili prej neve e pitën veten e ti, kur ke thonë 1 minutë pa ndërprer la ilahe illallah. A e dini la ilahe illallah? Kur Musau a.s. kërkoj prej Allahu Gjelleshanu, ti mëson një duva ekstra, që askush nuk e din. Allah tha, o Musa, thuj bre la ilahe illallah. Pa tha, ja rab, la ilahe illallah, gjithë e din. Or Musa tha, si kur 7 katë qilë dhe 7 katë tokë t'jen të mbushura, me gjdo gjo përveç hinisë ti subhanahu wa ta'ala, dhe ta vëndojmë në njënën anë të peshores, shiqo 7 katë qilë vlezër, edhe në mes atire qka ka, si kur t'kishte një peshore të madhe, t'i peshon të ato, fjallën la ilahe illallah në anën tjetër, do të peshon të ma shumë kush, fjalla la ilahe illallah, i kthejmë pitjes. Kush prej neve, herën e fundit kur e ka thonë 1 minutë pa ndërprer la ilahe illallah. Pse e thonë këto? A e dini se momentin e vdekjes,
Nëse gjuhës tënde nuk ja ke mësu këtë fjalë vazhdimisht, momentin e vdekjes, të trashet gjuha, të bëhet e rënd, su në lëvizish. Fe keshefna anke dhitaek, fe basaru këlljon me hadid, Allah thët, që tash, ti hapën perdet, tash e shikon çdo gjë, e shikon melekun e vdekjes, se sit i ki hadid. Hadid ku i thon hekurit, kur thot dikush, sit, shpic si hekër. Me thonë ati nuk mundet sit me shiku diçka tjetër. Vetëm melekun e vdekjes. Prandaj tha Muhamedi a.s. E këthiru min qauli la ilahe illallah. Thoni sa ma shpesh, thoni sa ma shumë la ilahe illallah. Ndoshta ke problem, momentet e para me e thonë këtë fjalë, po pastaj vallahet bëhet shprehi, knaqesh duke e thonë la ilahe illallah. Dhe a ka fjalë ma e mirë se fjala la ilahe illallah. Me të vërtet, e thu këtë mund të bëjsh dhikër, edhe mundet edhe me në dëgju tjetrin, nuk e heton ai se thu la ilahe illallah. Nuk ka nevoj kjo me i lëviz buzat, kjo ka nevoj vetëm gjuhën mrenda me i lëviz. Allahu Ekber, e ka bo Allahu Gjeleshanu këtë fjale cila është e dashët, edhe mos më ulodh shumë, edhe mos me i ra njerëzve si e, që ka e bre të thonë ti, e mban gojën bil dhe thuaj la ilahe illallah, nuk ka askush nuk dëgjon. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë fjale donë mësë tepërmi. Prandaj Muhamedi a.s. i nëziti shokët e ti dhe i tha, thoni la ilahe illallah, me këtë fjale për të rini imanin. Hadithi është Hasan, e kanë gjeri Imam Ahmedin musnedin e ti, po ashtu e kanë gjeri edhe Bezari, Sheikh Ahmed Shakir thot hadithi është Hasan dhe ka senedin e mirë. Vlezër 10 ditët e para të muajt Dhul Hijja, shokët e Muhamedit a.s. si Abu Huraira, Abdullah ibn Omeri, kun ka dalë në për tregje, kanë bo tekbire, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, walillahi ilhamd. Kjo është mirë, vazhdimisht me përdorë të sidomos, kur hinë 10 ditët e para, dhe me thonë prej ditës honë, kur kiko, jenë kërë, veç vetë, boni këto tekbiret. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, këto janë gjërat prej veprave më të mëdhenja që peshojnë më shumë tek Allahu subhanahu wa ta'ala kur në 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Ti kushtot pse më fol kaq shumë për këto 10 ditë. Vëllezër, këto janë një herë në vjet. Allahu Gjeleshanu për netët, i dim netët e muajit Ramazanit atë janë shit. Po për 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja janë më të mira se 10 ditët e fundit edhe se të muajit Ramazan. Se muajt Ramazan, 10 netët e fundit e kanë vlerën e madhe, se në natën në 10 e fundit muajt Ramazan, kush është nata e Kadrit. Po sa i përket ditëve, të 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja janë ditët më të mira, të vitit. Kanë thonë dietarët pse? Kanë thonë parasysh se këtu grumbullohen nënat e adhurimeve. Këtu ka bën pjesë namazi. A ka namaz 10 ditët e para? Po si o ka 5 kohët e namazit. Pastaj, haqë, shtila haqit, agjerim, Muhamedi a.s. si që të regon Hafsa, nëna e besimtarve qika Omerit, radiallahu ta'ala anhuma, thot i dërguari Allahut, vazhdimisht e agjeronte, 10 e Muharremit, 10 ditët e para të muajit Dhul Hijjes, 3 ditë në si cilin muaj, edhe i falte, do me thonë, di reqatët, si i themi ne sunnetet, e sabajt, thot Hafsa, vazhdimisht këto, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem këto ditë, këto 4 gjëra vazhdimisht i zbatonte, i praktikonte. Pastaj vlezër, më 10 e parë, është dita e tervijes, ditën kur haxhilarët i veshin ihramet edhe ku shkojnë në Mina. A e të kur? Më 8 e Dhul Hijja. Dita e 9 është dita e Arafatit. Ma min ejamin, aktharu min an ya'tika Allahu fiha ibadan min an-nar min yawmi Arafa. Thot Muhamedi a.s. nuk ka ditë që më së shumë ti Allahu Gjeleshanu i shpëton robërit nga zjarri i xhenemit kur në ditën e Arafatit. Pastaj e kije ditën e 10, dita e Kurban Bajramit, thot Muhamedi a.s. kjo ditë është madhështore dhe me shumë pesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Vezër, unë do të ceki disa çështje që kanë të bëjnë me haxhilarët. Elhamdulillah prej xhamisë tonë, sa më duket i kemi 4 haxhilar, e kemi vllaun Bujarin me Beharin me vllaun e tij, Emrushi me bashortën, vllau Arjani me bashortën, nuk e di edhe tjerë, por këtu do t'ju këshilloj disa çështje. Është një pjesë e një hadithit,
A besoni që shumica, edhe haxhilarve, po edhe tjerët, ndoshta njëherë ose shumë pak e kam përmend. A e dini Muhamedi a.s. kur i veshi ihramet, e tha një dua të shkurt. E tha pejgamberi a.s. një dua të shkurt. Dhe kjo sot ju nevojitet haxhilarve. Tha pejgamberi a.s. Allahumme hajjeten la riya fiha wala sum'a. Shikoni haxhilar ku shkon. Inshallah ndëgjojnë edhe tjerët. Kjo shtilla, pa këto mosunis. Çka është do të thotë kjo? Muhamedi a.s. kur i veshi ihramet, e boni niyetin çka tha Allahumme, or Allah. Hajjeten, kërkoj që ki haxhim tjetë. La riya fiha, mos ketë sifatsi. Wala sum'a, dhe as tjetë për famë dhe për autoritet. As për lajka. Allahumme hajjeten, la riya fiha wala sum'a. A thua Muhamedi a.s. të kjetë sifatsi? A thua Muhamedi a.s. tash kur të bëhet haxhi ta marrë titullin dhe pak më nalt. A di se me cilë flet me haxhiun. Si ai tha shkri, tha borxhet krejt, tha shkruaj haxhi filani, se prej tash unë jam haxhi. Domethënë me haxhin dikush e përpiqet me e shfrytzu. E Muhamedi a.s. prej fillimi ka thonë, or Allah kërkoj një haxh të ma mundsojsh mu, haxh në të cilin nuk ka sifatsi. E bëj për Allah, wala sum'a, dhe nuk e bëj për ta ndëgju, për me arrit famë, për me arrit autoritet, me më shku fjala, me arrit çështje tjera, e me mi lecu gjëjar, se unë tash e kam para enit, kam edhe një titull tjetër, haxhi filani. Dhe kjo është shumë më rëndësi. Ato që shkojnë haxh le ta bëjnë këtë dua, me sinqeritet të thonë Allahumme hajjeten, la riya fiha wala sum'a. Or Allah, ma mundsoni haxh, në cili nuk ka sifatsi, dhe nuk e bëj për emën, as për autoritet, as për famë, e bëj vetëm për ti, subhanallahu ta, për ti, or Allah subhanahu ta. Edhe tjetra vlezër, është shumë më rëndësi. Haxhi me brur. Çka është haxhi me brur? Haxhi me brur është nuk ka më mas ti haxhi, shpërblim tjetër kush, vetëm se xheneti. Si arrit ki haxhi me brur? E para është kjo, çka e thash? Me e bo këtë dua, or Allah haxh, pa sifatsi e kështu me radhë. Haxh me brur, me u përpjek me e bo haxhin, si e ka bo pejgamberi a.s. Allahu Gjelleshanu na ka urdhru me ndjek Muhamedin a.s. Pejgamberi a.s. ka thonë, khudhu anni manasikakum, rregullat e haxhit, mirni prej meje. Allah thot, faman farada fihin al-hajj, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Ai cili më është haxhi, është me ihram, nuk ka rafath. Nëse me bashkëshorten e tij, kohën e ihrameve duhet me pas kujdes nga fjalët, prekje, gjëra tjera. Rafath, wala fusuq, edhe mos me bë punë të fliqura, wala jidale, edhe fjalë të nditura, edhe mos me debatu në haxh. Nuk shkon haxh atje me debatu. Unë jam ki me thep, ti ai me thep. Kjo nuk bën vllai dashët. Përpiqu ta krish haxhin me arrit pas atij xhenetin. E tjetra çka është me rëndësi? Gjitha janë me rëndësi, po edhe kjo është me rëndësi. Te kia jetë vlezër kur flet Allahu Gjeleshanu për haxhin, që thot la ai cili e krin haxhin, mos t'i afrohet intimitetit me fjala apo me vepra kështu me radh, mos bën vepra dhe mos thotë fjalë të nditura, edhe mos debaton atje me haxhilarët, me debatu për një çështje të hajrit, po, ama me debatu me kundërshtime nuk bën. Thot Allahu Gjeleshanu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Edhe çka boni vepra të mira e din Allahu. Çka thot pasaj? Wa tazawwadu. To e ka përmend të puna e haxhit. Wa tazawwadu. Përpiqeni me pas përgati. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe përgatitja më e mirë është tekvalloku. A qen haxh? Mos thuaj kjo as sunet as mustahab. A e ka zbatu Muhamedi a.s. Bone, mërë ti do në të arish titullin xhenetli, të arish haxhin me brur, jo titullin haxhi. Atëherë mos thuaj kjo, a është sunet, a është mustahab, me prish pun, me elon, a nuk prish pun, vllai dash, a e ka zbatu Muhamedi a.s. Zbatohet ti. Dhe tjetra, që ndoshta shumë haxhillarë ju jetë hatër vlezër, është diçka që kohë pas kohë gati se e kanë fut të rregullat e haxhit. Dovaja. Nëse nuk ja bën dikuj doan e haxhit, vallahi shkon me pishmollik. Këtë në rregull, ama dua nuk më bën. Vlezër nuk ka dua të haxhit. Kjo risi bidat i kullut. S'ka bo Muhamedi a.s. dua për haxhillarët. Nuk ka bo sahabet, s'ka bo Ebu Hanifja, nuk ka bo Imam Ahmedi. Hajde tash çuni ti bëjmë durrët për haxhillarët. Këtë kanë shpik njerëzit kohë pas kohë. E tash ditë veçodit ka hi diçka që
Pa duan nuk ka vlla. Bila ati jet hatri, nëse nuk ka marrë pjesë në xhami pa më ja bo duan, opa, unë vëlla shkoj, po a do të pranohet, pse do të pranohet? Se s'ma kam bo duan. Cilën dua? Tregoni një hadith që Muhamedi alayhis salam e ka bo duan për haxhillarët. Haxhit po është mirë, me porosit, me thonë Allahu të ndihmoft, Allahu ta mundsoft një haxh me brur, me bo duan e udhtimit, ato porosit që i ka thonë pejgamberi alayhis salam, me thonë Allahu ta lehtësoft, Allahu ta mundsoft i krish, e ardh shëndosh e mirë, ti i bon, edhe ti kërkon haxhit pasaj. O vëlla, ditën e Arafatit, lutë Allahun subhanahu wa taala, edhe ne do të bëjmë dua, po edhe ti bo dua ditën e Arafatit, se ti je aty, me ti me lekët, Allahu xheleshanu nëpërmjet teje krenohet tek melekët dhe i thot, aho robët e mi. Prandaj çështje që kjo vëllezër si një gjoja të fe, edhe mendon njëri ka dal, që ti mos në lëvizisha, e lëshon ronja. Duan mos ma ka bo. Ka da hoxha, duan e haxhit. Ka është kjo duaja e haxhit? Nuk ekziston në Islam dua të haxhit. Me i mbledh haxhira çutash ta bëjmë duan e haxhit. Nuk ka vëllezër një gjë të tillë. E kanë shpik njerëzit. Kohë pas kohë, që gjata shu ka bo që diçka, sikur se ajo është më me rëndësi se veshja i hrameve. Do me thonë, sikur se haxhi fillon prej aty, prej të puna e duas. Lusim Allahun subhanahu wa taala në rrugë të drejtë na udhëzon, në sunetin e pejgamberit alayhis salam na mundson ta zbatojmë në këtë botë. Po ashtu edhe në momentin e vdekjes. Aqulu qawli hadha wa